Tu ose me lëshu pik, kurse Trepsha 89 luan me Rilindjen, përveç me Dinamën që luan si vendas, luan me disa ekipe, nuk e ditë. Suarekën e pret gjirën e ardhshme, kështu që nuk është, ndoshta nuk duhet me jap shpresa, edhe mundet me përfitu, ndoshta nga gabimet eventuale të skuadrave që kanë mundesh me zveti këtu në 4 shëja parë. Trener? A ishte java e liris? Unë e pajtohem me arsimin, sepse vërtet ishte jave liris. Liria pas 2 ndeshjeve, pas 2 fitoreve me 6 pik, Peronikli 2 ndeshje i humbi 4 pik, Vllaznimi gjithashtu këtë javë i humbi 2 pik, kështu që Liria shfrytzoi rastin dhe tani gjendet në pozitën e tretë, ku edhe Vushtrria barazoi sot, kështu që shumë afër, domethënë vetëm 1 pik është larg dhe ma merr mendja që lufta deri në fund për 2 vendet para dhe vendin e tretë, katërt ka me qenë mjaft e zgjartë. Unë pajtohem ministarin që tha edhe Trepsha 89 i ka shansat e veta pas që ndeshet me disa skuadra që ndoshta nuk janë në atë nivel si janë këto që i kemi për titull. Pra, mendoj që ka me qenë vërtet interesant. Edhe ma merr mendja që Liga parë po del se tjetë më e zgjartë dhe më interesant se sa Superliga. Edhe nëse për asgjë s'ja kalon Superligës për shikueshmëri. Mirë po këto vetëm një çështje kemi sigur se 2 vendet e fundit po më duket se me Keqar dhe Keku edhe Prizreni duket se nuk kanë çka. Mirë po se përket pjesës sipërme, atëherë vërtet do të shohim futboll cilësor edhe rezultat